Te klipi parë janë dy artista që e ke bërë bashkëpunimi. Janë ndër më të mirët atje. Që t'ja përcaktojmë publikut. Ti pa dhe nxjerr një këngë të re. Po. Që është shumë e bukur. Është stili atyre atje, e xhirum tu, ka kështu twerky gjona të bukura, kemi xhiru si për qef. Ti e lançove. Ranë sy atje dhe të kontaktun direkt. Po, pas një javë më kanë kontaktu. Bukur. Këtë këngën e keni ribo me dy artista. Domethënë, është e njëjta këngë, versioni i ri me dy artista të Po. Dominikanë, po. Të dy. Unik atje. Po ke qenë një. Shkove për 3 ditën dhe 15. Po, ha. Edhe e kishte 3 herë 5. Po, puknoja këte. I lanë çondën apo? Po, herë 5. Po, puknoja këte këngën unë në për diskoteka, në për klabe, jepte në radio, gjitha ne. Këngën time edhe kjo agjencia që më ka mund menaxhim mori telefonat dhe këto artistët edhe bom remix me një nga këto. Pastaj kur e morin vesh një tjetër do të bonte dhe ai po të njëjtën këngë remix. Shiko, ta theksojmë që ai tjetri punon me 50 Centin, ha? Domethënë nuk janë artista të vegjël, janë goxha të fuqishëm. Jo, këtu atje janë shumë të lartë si artistë, ndër artistët më të mirë atje. Dhe donte të bonte dhe ky dyti do të bonte po të njëjtën këngë remix me mua. Për ta bërë Po, për s'dyti prapë. I tha bëjmë një këngë tjetër remix, jo tha duhet e. Ndërkohë që e kisha bë me këtë tjetrin. Që e kishit përgatitur. Po, edhe në fund tha hajt futu dhe ti aty. Futemi të tre. Po, futemi të tre, po ishte problem me ato atje. Unë nuk e di si funksionon këtu, po problem se gjithë ato du në knojnë i pari, aty dali i pari, pastaj dali tjetër.